Ervin Saliani, i njohur ndryshe si Babalja, i dënuari për kallëzim të rrem, ka braktisur sërish protestën e organizuar nga Partia Demokratike. CNA ka siguruar videon ku si një frikacak, Ervin Saliani u largua në momentin kur tensionet u rritën dhe revolta e protestuesve mori për masa më serioze, duke konfirmuar edhe një herë një skem tashmë të njohur të pjesëmarrjes së tij në tubime. Edhe këtë herë mjaftoi që situata të dalë jashtë kontrollit dhe Saliani t'ia mbafte me të katërtat nga protesta. Ky akt përforcon bindjen se për të protesta shërben më shumë si fasad dhe show mediatike politik. Kjo sjellje e përsëritur e kthen aktivizimin e tij në një fasad politike, ku deklaratat e forta dhe pozat para kamerave nuk shoqërohen me veprime në terren. Largimi i tij menjëhershëm nga protesta, sapo tensioni rritet, e zbërthen imazhin e tij si një frikacak që ja mbathi pari, apo si personi që kur ka një karrige përdor drurin ndaj të tijve, si në proteste në Selin Blu, kur u doli me dru demokratëve me urdhër të ish kryetarit të tij Lulzim Basha, i cili është zhdukur nga skena politike.